2 milion euro është shuma që SPAK zbulon se është grabitur nga call centeri i kontrolluar të Mërkurën. Aktiviteti i palishëm funksiononte në rrugën Sami Frashëri në Tiranë, ndërsa dosja ndaj tyre është paraqitur nga autoritetet e Francës. Mashtrimi sipas deklaratës ka nisur në këtë shtet dhe më pas është shtrirë në Tiranë, ku akuzohet se organizohen nga shtetasi Gentian Pjetër Gjoka. Shtetasit francez telefonoheshin për të investuar në kriptomonedha duke i mashtruar dhe më pas fondet kalonin po në kripto në llogari të tjera. Dëmi i shkaktuar katër shtetasve francez është në vlerën e 845.400 euro, ndërsa ndaj 9 kallëzuesve të tjerë tashmë të identifikuar, dëmi ka arritur shifrën e 1.1 milion eurove për periudhën shkurt 2023-maj 2023, thuhet në deklaratë. Pas gjurmimit të nisur në Paris, u zbulua dhe përfshirja e disa shtetasve shqiptar. Si rezultat i këtij operacioni ndërkombëtar dhe kontrolleve të ushtruara, janë sekuestruar njësi kompjuterike, pajisje elektronike memorizuese, telefona celular, 4 portofole code wallet, një automjet luksoz, dokumente të ndryshme të lidhura me viktimat dhe personat e përfshirë, vula të subjekteve ekonomike, dokumente identifikimi të dyshuara si të falsifikuara, pajisje për numërimin automatik të parave, si edhe shuma monetare në dollar amerikan, dollar kanadez, euro, pound dhe lek, me një vlerë totale rreth 5 milion lek. Vetëm një javë më parë, SPAK realizoi një tjetër operacion ndaj call centerave, po këtë radhë në bashkëpunim me autoritetet austriake. Në këtë rast, platforma mashtruese përdor një reklama të reme me personazhe të famshëm si karrem për viktimat e tyre të radhës. Në dosjen për ta dyshohet se ju zhvatën qytetarëve të huaj në disa shtete mbi 50 milion euro.